Ekspert të njohur të fushës së arkitekturës dhe urbanizimit, por dhe të fushave të tjera dhanë të enjtën pikpamjet e tyre lidhur me parimet kryesore të procesit të artimit të planit urbanistik. Në takimin e parë konsultativ të thirrur nga kryebashkiaku Lulzim Basha, ata theksuan se duhet të operohet me parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të qytetit, mbrojtjen e hapësirave publike dhe atyre të gjelbra, harmonizimin me komunat dhe bashkitë përreth Tiranës e të tjerë. Sa kohë që për planin e Tiranës flasin rreth pa ekspertët, të cilët duhet të kenë vendin e tyre në këtë proces, të mos nënlehtësohen, sepse është tjetër procesi politik, është tjetër komunikimi me qytetarët, por është tjetër analiza shkencore që duhet të bëhet qytetit, e cila këto vite është lënë mbasdore. Të shkojmë drejt një skeme e cila do ta shtrijë Tiranën përtej asaj skemës ose njollës tradicionale që ne kemi në mendjen tonë, qoftë stacioni trenit, Zogu i Zi, Nën Tereza, që në stude nuk janë më kufit e fundit qytetit. Ato janë pjesë madje e pjesës qendrore e qytetit. Tirana shkon 30 km, 45 km në perëndim, sepse është pjesë e metropolit me Durrësin dhe plazhin. Tirana shkon 15 km në veri me Kamza, shkon 15 km në jug me komunat e tjera apo në lidhje në Dajt apo në pjesën jugore, në drejtim të Elbasanit. Pra, dhe tentohet madje të lidhet me Elbasanin në autostradën e re, në cilën po punohet. Pra mendoj që duhet kemi kurajë për të përballur një sfidë shumë fort, nuk është e parealizueshme. E pres me padurim një plan rregullues të këtij qyteti që i ka munguar prej vitesh. Unë jam e mendimit që krahas hartimit të planit rregullues, Bashkia e Tiranës të shikojë edhe mundësinë e rregulloreve që do të bëjnë të mundur zbatimin e këtij plani rregullues. Për shembull, për caktimin qartë të konceptit publike në favor të privates. Këtu shohim një arbitraritet e unë kujtoj që plani rregullues përveç përcaktimit të këtyre zonave, të këtyre duhet që të inspiroj, të frymëzoj Bashkinë e Tiranës të nxjerrë një rregullore dhe ta zbatojë nëpërmjet policisë bashkiake, nëpërmjet nuk e di kujt, ta zbatoj këtë rregullore. Jam shumë interesuar që plani rregullues mundësisht të individuonte një zonë që të shndrohej në një vetrinë të Tiranës së dikurshme. Ndoshta në një zonë të Tiranës të bëhet një miniaturë e vogël e Tiranës së hershme. Pra jemi në një moment kyç ku disa gjëra nuk janë kthyer në pikën e pakëthyeshme. Qoftë raport me hapësirën, Tirana ka akoma shumë ndërtesa të ulta, të cilat mund të rikonceptoheshin dhe të përftoheshin disa sipërfaqe të gjelbruar ose për hapësirat publike. Duke i johe dhe të tjerë, pra një lloj qyteti shumë funksionësh. Momenti tjetër për të ezauruar në raport me Tiranën është fakti që ajo është unicentrike, vazhdon të jetë unicentrike, me gjithë disa përpjekje dhe një diskutim të vogël 10 vjeçar mbi qytetin policentrik dhe policentrizmi është imediat për të riprodhuar të gjitha njësitë e qytetit brenda disa zonave të mëdha. Ndoshta nuk përputhet me të 11 ato mini bashkitë, por mund të konceptohen 4, 5 ose 6 gjëra të tilla. Madje edhe organizimi i vogël i Tiranës mund të ishte pak më, si thua, pak më i madh nga njësitë aktuale për të riprodhuar këtë qendër. Kryebashkiaku Basha, duke dëgjuar pikpamjet e ekspertëve, ripërsëriti se do të kemi bashkëpunim me botën akademike. Hartimi i planit është i hapur ndaj opinioneve. Për planin e ri urbanistik do të punojnë 3 grupe. Grupi teknik për hartimin e planit urbanistik do të drejtohet nga arkitekti Flamur Kuçi, i cili do të jetë përgjegjës për përkthimin e opsioneve strategjike në material teknik dhe grafik. Grupi analizave, GIS, do të jetë përgjegjës për ndërtimin e një sistemi informacioni bazë për të ndërtuar analizat e nevojshme të planifikimit urban. Grupi këshillimor i ekspertëve do të hedhë një ide mbi metodologjinë e përdorur për të miratuar analizën urbane dhe projekcionet e planifikimit urban, miratimin e projektit së planit të ri urbanistik apo opsioneve strategjike për zhvillim.